Pallati i Kulturës në Lezhë është ndërruar në një skenë emocionesh dhe ngjyrash artistike, ku fëmijët e qendrës kulturore prezantuan edicionin e 3 të spektaklit Nata Klasike. Përmes këngës, kërcimit dhe interpretimit skenik, të Vexhlit sollën para publikut një mbrëmje që ndërthurte elegancën e artit klasik me energjinë rinore. Programi artistik u ndërtua mbi performanca të përgatitura me kujdes gjatë të gjithë vitit, duke reflektuar rritjen artistike dhe disiplinën e fëmijëve që janë pjesë e qendrës kulturore të fëmijëve. Publiku i pranishëm në numër të lartë i shoqëroi interpretimet me duar trokitje të vazhdueshme, duke e kthyer mbrëmjen në një festë të vërtet kulturore. Atë tana i bani me mish? Po, ma e pikos me mish pra? Drejtuesja e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Mimoza Xhafaj e cilësoi këtë aktivitet si një moment të rëndësishëm vlerësimi për punën e fëmijëve dhe stafin pedagogjik, duke theksuar se skena është një nxitje e fortë për zhvillimin dhe vetbesimin e talenteve të rinj. Sot do të dëgjojmë tinguj magjik nga një repertor i përsjellur klasik, botror në këngë, balet dhe në pjesën e aktrimit. Do të ndjekim të interpretuar me dashuri dhe përkushtim nga fëmijë që po jemi në hapa të sigurt në botën e muzikës klasike. Aktiviteti ynë përkon dhe me magjinë e festave të fundvitit, me Krishtlindjen dhe vitin e ri, prandaj ju urojmë edhe gëzuar. Gjatë aktivitetit nuk munguan edhe vlerësimet për pedagogët e kantos dhe kërcimit, Albana Përvathi dhe Rudina Demaliaj, të cilat u nderuan nga Bashkia Lezhë me certifikata mirënjohje për kontributin e tyre në formimin artistik të brezit të ri, një brez që tashmë po afërmohet edhe përtej skenave lokale.